Pagjumësia, ose insomnia, si thuhet në gjuhën mjekësore, është pamundësia për të fjetur ose pamundësia për të qëndruar gjatë në gjumë. Dhe pagjumësinë e kemi akute, kur kjo zgjat pak ditë, si rezultat kryesorja është stresi, një problem që mund të kemi në punë ose në problemi në familjen tonë. Kjo rregullon, sistemi nervor e rregullon vetë. Por pagjumësia kronike, siç është pagjumësia kur kemi 3 ditë në javë për 3 muaj rresht, na përsëritet ky çrregullimi i gjumit. Atëherë patjetër duhet ta rregullojmë një herë pagjumësinë në mënyrë natyrale. Kjo është e para. Dhe kryesorja është krijimi i kushteve të gjumit, mos pirja para gjumit e lëndëve, e alkoolit, mos pirja e kafes, e pijeve energjike, mos ngrënia e një ushqimi të bollshëm, tjetër që nga veshja që përdorim një veshje e gjerë, sepse veshjet e ngushta e frenojnë prodhimin e melatoninës. Tjetër është dhe që të krijojmë kushte sa më të errta në dhomën e gjumit, sepse melatonina prodhohet vetëm në errësirë. Një rregullim natyral është dhe marrja e suplementit. Suplementi që ka Onovofarma është Somaxi, që është 100% bimor. Ka melatoninën, ka rënjën e valerianës, lulen e pasionit dhe ka dhe lëtianinën. Dhe e rregullojnë gjumin në mënyrë natyrale. Pihet një kapsul gjysmore para gjumit.